Për shëndetje, miq të dashur. Kjo video shkon për ata komandantat profitera. Të ndëgjojmë komandant Bekim Shytin se çfarë thot. Për çka kraj luftës? Ti ke dhënë kontributin luftë, faleminderit shumë. Çka po jap tash? Po nuk mundesh ti për shembull nëse ti thret më sot, edhe e keni parti politike dhe më thu komandant je kon luftari Zotit apo vjen se është mirë për neve se i marrëm edhe do vota se të njohin njerëzit. Po të respektojmë. Atëherë pse të vika me thon ku është kallasha që na me luftua? Bravo. Si? Po të jam thirrë mu si komandant, e luftar, am thirrë si një jurist i diplomuar që muna me dhoni kontribut në një parti politike. Ose një profiter. Kështu që ne ajo e kaluar, do të na shërbej, domethënë vetëm për të mirë ton, ta kemi do të krenohemi, mirë po mos thirrem në të. Bravo. Nuk ka krah politik edhe politik të çegës. Këtu ka vetëm platformë politike dhe njerëz që kanë kontribu. Ti krah të çegës mundesh më thon gjithë kujna, edhe PDK-s, edhe AK-s, edhe Nismes, edhe LDK-s, sepse ka pasur edhe shumë ushtarë në LDK-s, domethënë që kanë dhënë kontribut. Kështu që në këtë koncept njerëzit do të më mendu një herë mirë që nëse dojmë fitu votat, do të më ndërtu një koncept zhvillimit ekonomik, të edukimit, të politikës, e jo të thirrën gjithkohën për shembull. LDK-ja akoma domethënë çojnë për rrugovën. Pjesa e madhe domethënë gjatë gjithë kohës krahi luftës. Për çka krahi luftës? Ti ke dhënë kontributin luftë, faleminderit shumë. Për çka krahi luftës? Miq të dashur, siç e ndëgjuat edhe vet, kurse jo komandanta apo ushtar që jeni në politik, i shështarë më falni, me rrimësim prej komandant Shytit. Se cilë komandant duhet me konë sikur kë. E ke dhënë kontributin? Po, do me vazhdu në ushtri, po jo në politik. Okej, fillim, dhe me thonë gjithë kone ka marrë atë mas një regjimi, mas një luftë, gjithë monë në ushtria. 1 vjet, 2, edhe gjuhë në ushtri. Vinë të atjertë me në shkollë, që kanë kri shkollë. Por jo që 20 vjetë duke më shef mas luftës. Kështu që miq të dashur, kisha pas dëshirë edhe të jap një komentin e ju se çfarë mendimi keni. A pajtoni edhe me Bekim Shytin, komandantin? Apo veç unë pajtona me to? Se për ndryshe, nëse veç unë pajtona, ndryshe s'ka efekt as kjo viti që më ka bëj. Por unë besoj që kë ka folë tamam si burra, edhe ka vepru tamam si kur burra. Kështu që miq të dashur, edhe ne për komandant Shytin, për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, respekt, lavdi dhe shmore.